Humanizmi, respekti dhe solidariteti njerëzor i kalojnë perceptimet e mesazheve të betimit të Hipokratit. Dashuria për njerëzit nuk njeh përkatësi etnike, fetare apo bindje politike. Ky fakt evidentoi tek rasti i mjekës së nderuar, zonjës Sonda Haroni, cila u shërben tashmë prej 40 vitesh banorëve të Mesopotamit në Bashkinë e Finikit. Erdhi nga zona e Korçës me banim në qytetin e Sarandës. Prej vitit 1985 ushtron profesionin human të mjekut në një njësi administrative e cila banohet kryesisht nga anëtarë të minoritetit etnik grek. Pas 20 vitesh, më duket sikur kam 4 vite, jo sikur kam 20. Sa kam mbaruar në 85, në 1 shtator kam filluar, kam marrë emërimin në Mesopotam, edhe pothuajse s'kam lëvizur fare, emërimi ka qenë vetëm këtu në qendër. Kam kërkuar kur kisha fëmijët e vegjël që të afrohesha në Saran, po me që këtu kishte nevojë se mbuloja pediatrin, fëmijët në atë kohë, mjeku tjetër merrej me të rriturit edhe nuk i mbulonte dot, se atëherë kishte shumë popullat. Kur vije këtu në mëngjes, ishte radha mbushur korridoret, se nënat me fëmijë donin raporte, donin të vizitoheshin, kishte shumë punë. Edhe duheshin patjetër 2 mjek, edhe s'pata mundësi që të largohesha. Pastaj, kur fëmijët u rritën, thash hajde, s'ka më nevojë atje, më mirë po ri këtu. Më pëlqenin si njerëz se këtu mbizotëron minoriteti, pak njerëz janë që janë të ardhur, po 90% është minoritet. Dhe më kanë respektuar dhe i kam respektuar, u kam shërbyer pas një dallim të gjithëve. Se po të që të kisha ankesa e gjëra, njeriu lëviz. Jeni lidhur me banorët e tonë? Shumë. Unë i kam si familjen time. Unë të vete në çdo shtëpi kur të dua, derën e kam të hapur për çdo gjë. Tashmë, doktoresha Sonda e ka plotësuar moshën e pensionit, megjithse e ndjen se duhet të përkushtohet fëmijëve të saj, nëpër me becave, e ka shumë të vështirë të ndahet nga banorët bujar dhe mikpritës të Mesopotamit.